dhe kisha kënaqësi të madhe dhe mirë prita me kënaqësi ftesën në ardhjen e sofrës së Tiranës. Dhe në skenë ishte u mirë prita shumë sepse spektatori më mungon të kaq vite. Aq më tepër që këndova live, po. Edhe ndjeva kënaqësi shumë të madhe. E përsëri kjo traditë ruhet akoma dhe ka vërtet familje, siç e thatë ju, dhe njerëz që duan ta ruajnë të vërtetën, atë që duan dhe amerikanët atje, të vërtetën. Dhe ardhja ishte aq më tepër sepse është vërtet në gëzime. Unë marr pjesë dhe në gëzime familjare. Këndojmë edhe në gëzime familjare. Ku liri që unë e kam edhe shok fëmijërie, kam pas shok që jemi rrit bashk, martohet, do t'ja uroj dhe në mes urime të trashëgohesh, me gjithë shpirt të urojmë, dhe është edhe një nga ardhjet e kësaj, arsyet që e kemi ardhur. Do të falenderojmë Ilirin që martohet dhe që të trashëgohet, që ne kemi meritën edhe Raifin në studio. Është vërtet, edhe kjo është. Raif, ju jeni nga Mitrovica. Mitrovica, Kosovë. Një qytet me goxha emër, me goxha tradit, keni kaluar një pjesë të madhe të jetës. Gjithsesi Mitrovica duhet ketë shumë pesh në jetën dhe në shpirtin e Raifit, apo jo? Po. Kam lind në Mitrovic, jam rrit në Mitrovic, jam shkolluar në Mitrovic edhe në Prishtinë edhe në Amerikë atje. Mitrovica është qytet e gjithë shqiptarëve, nuk është vetëm Mitrovicazve ose Mitrovicalive. Kam mbaruar shkollën e urtë muzikës atje, pastaj shkollën e mesme. Mitrovica është qytet i dashur, mirë, po kur të kalon ato rrethanat lokale, domethënë, krajinore, shtetënore, internacionale, prapë kthehesh të vendi yt, domethënë Mitrovica që është pikë e nxehtë, domethënë sot në politikën shqiptare dhe kosovare, ndërkombëtare. Çka them për Mitrovicën, është qytet i bukur si qytetet tjera, bile një këngë ja ku mbadhe Meritës, e ka kënduar Merita, është përfshin, domethënë, përshkrimin e Mitrovicës si qytet që ka tre lumej, ka bukurit e veta natyrore, plot me vajzat bukra, me djemë bukur, muzikant të mirë, sportistat të mirë gjithashtu. Çka them, mos bëhem lokalist, sikurse Mitrovica është më e bukur se çdo qytet tjetër i Kosovës. Në materialin e parë që hapi emisionin dëgjuam një detaj nga fëmijëria juaj që e mbështjellnit filharmonikën me pëlhur. Po, me pëlhur. Dhe shkaku ishte që të ishe i veçantë, do të ndoje që në fëmijëri që të ishe i veçantë, si është historia? Shkaku është që të ma bëjsh pyetjen pse më vlej filharmonika. Po, pse pikërisht, aty thua të daj. Kemi qenë tre shokë, domethënë shok në shkollë të muzikës edhe si fëmijë, domethënë të moshës adoleshente, 10 vjeçar, 11, si ta them. Edhe qytetet garonim në me vete. Unë i bi filharmonikës më mirë se ti, jo, unë i bi më mirë. Edhe një ditë duke studiuar në shtëpi, nana më hodh një peshker, mi filharmonikë rastësisht, domethënë. Edhe më peshkirin e qes mi filharmonikë, them, sa bukur tek është, domethënë. E më lindi ide, thash, hajta bëj kështu, e kjo parasysh, që atër ka ngel, si ta them, mënyra e stilit, tramës, identifikimi, një e dyta është, si them, me këtë gjuhën moderne, logo e imja, dhe me thonë personale, ajo filharmonika e mbulume, me pëlhur, si dhe një pjesë tjetër që do ekzekutojmë në ndonjë herë tjetër, një pjesë me filharmonika dhe 3 gota, dhe me thonë është pjesë që ekzekutohet jo me gishta, po me 3 gota. Dhe me thonë, po dhe bëjnë në herë tjetër. Duke qenë se jeni bashkër, njëri prej Shqipërie, tjetri prej Kosove, sa kosovare ndjehet Merita dhe sa shqiptar ndjehet Raifi? Në zakone, në traditë, në vetëndjerin? Me thonë të drejtën edhe Shqip flasin, do me thonë. Në këtë pikë e kisha fjallën, dialektet janë të ndryshme, por edhe traditat janë të ndryshme. Në fillim gjërat, ka raste kapen gjërat dhe me intuit, edhe gjërat edhe kultivohen së bashku.
nuk them që edhe po t'jenë edhe nga Tirana, nga Vlora, njerëzit kanë prapë ato fshatit ka veçantit e veta dhe jo nga Tirana, por njerëzit gjenë gjuhën e përbashkët nëpërmjet dashurisë që kanë për njëri tjetrin, nuk ka fare gjuha ndërkombëtare, dhe unë kështu këtë vlerësoj më shumë që Raif? Unë jam puro Tiranës. Puro Tiranës. E kemi do Tiranës. Po duke që shion. Tiranës për Kosovë, si që thonë të sofra Tiranës. Ashtu si shta merita, dhe thonë, neve gjithmonë edhe fëmijët, kalamajt tonë i bje i sjellim në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe thonë, edhe që të rritën me atë dashurinë e tyne, dhe me thonë, në falë, atë dashurinë e prindërve e tyne. Ta kanë vinë në Amerikë. Gjithsesi atë dashurinë edhe për ta është. Po mundohemi që pa tjetër, jo me dhunë, po me dëshirë, dhe me thonë, se ata me qef të madhë vinë në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe e ndin veten ata zbashku edhe ne, dhe me thonë si në vend tonë, ku ka ma mirë se në vendin jonë. Jo pse neve kemi ndonjë jetë të palakmushme në Amerikë, që është vendi ma demokratik në krejt botën, së në mungon asgjë, mirë po në mungon edhe damatja. Buka me djathë domate, më të shion, si kur edhe karkalec apo kërmit, këtë restorantin më të shtrejnë, është e vërtet. Kokën këtu e kemi. Le të flenë pak për pavarësinë e Kosovës. Natyrisht që është ndjerë shumë, por jam kurioze si është ndjerë në një vend të largët si Amerika, tek emigrantët dhe mbi të gjitha tek artistët që jetojnë atje. Si përjetuat ditën e shpalljes pavarësisë Kosovës? Unë përjetova pavarësinë si çdo shqiptar tjetër, si çdo kosovar tjetër, domethënë që të gjithë janë gëzu, e ke parasysh se ka qenë një eveniment që ka kohë u duft që të kalon të vinë del të kjo ditë. Neve kemi qenë në Amerikë në atë kohë, fatmirësisht festimi i pavarësisë ka zgjatë dikon gati 10 ditë. Sepse nga se një dasëm e madhe. Po, nga se kishim ofertat mëdha, njëjtin vend në disa vende nuk mund të shkonim. Kështu që manifestimi qendror që u bë, domethënë në Manhattan, në Times Square, që dolën shqiptarë për gjitha treva me flamoj shqiptar, me flamoj amerikan, me thënë, është bloku Times Square, me siguri që edhe juve e keni pa, krejt spontanisht duke festu, dhe me thënë, ndjehem shumë i gëzuar, edhe pse Mitrovica akoma nuk është, e vërtet. Akoma nuk është gjithë statusi i Mitrovicës. Po besoj me kalimin e kohës edhe ajo do rregullohet, nga se kemi besim të politikanë shqiptarë dhe kosovarë, sepse ata merren me politikë, na merremi me art. Të shpresojmë që çdo gjë do të shkojë mbar. Do të kthehemi edhe një herë tek ju si artist. Unë do doja që ndiqni një material që bën fjalë për komentet e gazetave. Pikërisht, do të kalojmë në publicitet. Okej, publicitet dhe më pas ndjekim dhe materialin. Të tre dhe të fundit të Venus për ditën e sotme, në fakt ka një moment shumë i veçantë, sepse Merita do të interpretoj këngën e saj më të re, Uj na iku jeta. Ka të bëjë dhe kjo me emigrimin, me jetën jashtë? Ka të bëjë dhe kjo me mallë. Duhet jetë shumë e ndjerë. E ndjerë është edhe kjo këngë. Muzika natyrisht është e Raif Hysenit dhe teksti nga Jorgo Papingji, dhe ai një tekst shkrues vërtet shumë i njohur dhe shumë i dashur. Merita, atëherë ta dëgjojmë? Patjetër. Ditën na mirë mali, natën rrit na fjetë.
shpirtin e plak ta më tha. Të mrekullueshëm, vërtet shumë faleminderit për gjithë këto tinguj, vërtet është shumë emocionuese. Këtë atmosferë ka kohë që Studio Venus nuk e ndjen. Gjithsesi sa të qetësoheni, pak të merrni veten, unë do doja që ndiqni materialin që anonçova pak më parë dhe bëhet fjalë pikërisht për komentet e gazetave për këta dy artistë kaq të dashur dhe kaq të njohur. Aty kam lindur dhe jam rritur dhe do të vdes. Sa më mirë mandi për ty, aty është dita 100 vjet. Aty kam lindur dhe jam rritur dhe do të vdes. E pra,
Në fakt duhet Duart Rokitur. Kemi ndjekur pra pasqyrimin që është bërë gjithë aktiviteteve tuaja dhe përfaqësimit folklorit shqiptar në gazetat më prestigjioze dhe me personazhe, po ajo fotoja e fundit mua më pëlqeu më shumë nga të gjitha. Duket përshtatja në fakt si çift aq më tepër çift artistësh. Dhe në fakt nuk e bëra kot këtë në hyrje, sepse dua të kaloj pak tek familja juaj. Familja e përbërë prej 2 artistëve dhe 3 vajzave të mrekullueshme. Vajza e madhe është në moshën 19 dhe e vogla është? Dyta është 12 dhe treta është 5 vjeqe. Duket që Raifi s'pas ka qenë shumë me shans. Ja. E pret akoma djalin dhe saj. Pa tjetër. Ata e din zoti, nuk e di, po kanë qef kanë, dhe me thëmë, pse ja. Që ndodh në familjen tuaj? Sa merreni me muzikë? Që ndodh me vajzat? Janë të vëna mbas muzikës vajzat? Unë nuk kam dëshirë t'i shty për muzikë. Neve vetë kemi bërë një jetë vërtet duke qenë në këto aktivitete, edhe për rritjen e fëmijës kemi pas vështirësi shumë të mëdha, sidomos kur je edhe në vend të huaj. Dhe nuk do thosha që pse ne kemi zgjedhur këtë fushë të jetës tonë, nuk do kisha dëshirë të shty fëmijët, sidomos në art, edhe në ishte diçka e shtyr për pasion të nënës e babait, të prindërve. Gjithmonë unë mendoj që ato të jenë të afta, të shkollohen, edhe do ta zgjedhin vetë rrugën e jetës. Pra do të respektoni zgjedhjet e tyre. Ato që ndjen ata, ati ku japin ato më shumë. Në shtëpi më thatë që flisni shqip, apo jo? Shqip. Gjatë gjithë kohës flasim shqip. Vajzat si duken me raportin dhe temi Adeu që është largë dhe jeta amerikane? Çfarë raporti kanë midis traditës edhe asaj që sjell mosha dhe normalisht edhe vendi ku jetojnë? Unë mendoj për flasë, dhe me thanë në si Raif, si prindi tyre, mendoj që neve mundohemi që atyre të mësojmë që ta dinë, dhe me thanë, si është diferenca në mes, dhe me thanë, shtetit për nga kemi arë neve dhe me vendin ku jetojmë, dhe me thanë, me shfrytëzu rastin që të marrin të mirat e shtetit ku jetojmë atje, zbashku me të mirat që neve kemi shumë të mirat, dhe me thanë, fjallën, besën, mikpritjen, gjitha këto, dhe me thanë, kur 2 të mira bashkëdyzohen, bëhen jenë edhe akoma ma të mira, dhe me thanë, unë se prindë është qëllimi jam që ato të shofin diferencë, dhe me thanë, duke përfshi këto kushtet ekonomike, historinë për ngavim, dhe me thanë, mënyrën thjesht për ngavim se shqiptar, qka jemi, ku jemi, tek jemi, ku jetojmë, ku kemi qenë, ku jemi dhe ku do shkojmë, dhe me thanë. Ato besoj se e kanë më të thjesht për të përshtatur, po vetë Raifi dhe Merita sa janë përshtatur me jetën amerikane, se duket sikur jeta amerikane është shumë e shpejtë, shumë e shpejtë, ikin, pothuajse dita ikën shumë shpejt, ashtu siç ikën dhe muaj e viti, por gjithmonë duke qenë dhe prind ke dhe përgjegjësinë e madhe. Vërtet aktivitetet janë aktivitete, puna është punë, por të them të drejtën gjithmonë kemi qenë të kujdesshëm në raportin me fëmijët tanë. Po. Nuk ju ndjekin në për aktivitete vajzat, apo kanë ato? Neve nuk paraj... Duket që nuk doni të stisni tek ato në pasionin për muzikën. Jo, kemi qef. Duhet jeti natyrshëm? No, unë për vetë kam qef, dhe me thotë. Do njëherë me rritën mbim në kontradikt, sepse këtë pse jo imponon. Unë nuk jo imponoj, po kam qef, dhe me thonë që do mos në këto aktivitetet shqiptare, që të shifin me shqiptar, e ke parasysh, jo mbajnë ndë një fjalim, të mësojnë diçka për tyne. Mirë po, punën më të madhe, masi janë vajza, punën më të madhe bën Merita me to. Sepse kjo është nane tyne edhe ka punë më shumë se sa une. Dhe me thanë si prind, edhe jo pëse nuk kujdesem e onë. Është e vështirë të rrisësh në vend të huaj fëmi. Nuk them dhe këtu është bërë vështirë, gjithandej është vështirë që të edukosh, por do thosha vajzat kanë më tepër, mendoj unë, duan më shumë punë. Sidomos me diferenca që kam unë, që çdo vajzë ka diferencë
në çdo 7 vjet. Kjo thotë vajza dojnë më shumë punë sepse nuk ka shumë, domethënë për çfarë arsye, domethënë justifikohet. Dje që baballarët janë mungesën e çunit duhet ta ndjejmë shumë Merita, se thon baballarët janë shumë të dhënë mas vajzave, nënat janë të dhëna mas djemve. Merita duhen ndjenë, jo e plotësuar, po ta shohësh nga tradita shqiptare, që dihet se si ndahen dashuritë, megjithëse fëmijët nuk ndahen se duhen të gjithë njësoj. Por gjithsesi kritizere ju bëhen vajzat për muzikën, për notën e parë, nuk e japin ato? Unë mendoj që ato janë më shumë në rastin konkret, jetojnë me vështirësi tona, me problemet tona, dhe jetojnë dhe ata me, si të them unë, edhe është e vështirë. Në vend të huaj çdo gjë nuk është kaq e lehtë, edhe këtu. Njësoj. Po jetojnë me emocionet tona, do thosha, edhe ata. Unë kur shkruaj një këngë për shembull, kur kompozoj diçka, unë zakonisht gjithmonë kuptohet e marr mendimin e Meritës. Po pastaj e marr mendimin e vajzave, po kur nuk është prezente Merita, se du mendimin e tyne, jo të imponu për Meritës. Është vesh më i ftohtë, ndoshta veshi i tyre, kurse Merita moshës tjetër, dhe me thanë mënyrë, sidomos me vajzën e madhe që punoj shumë me Engjin, vajzën e dytë. Vajzën e dytë, që mëson pianon, më thakë, po duket që nuk e ka. Nuk, unë i them studioje sepse të bën, dhe me thënë është mirë, e aktivizon, e formon, se pianoja, mendoj unë, gjithë instrumentet janë të mira, por mendoj që e formon si fëmijë dhe si zhvillim, ndërsa veza e vogël, mund të them që ka një zë natyral, pa është fëmijë akoma nuk... Duhet presim se çdo të ndodhë, do t'jetë një Merita Lili e dytë, apo... Dhe alëm kaos. Megjithëse kam përshtypjen që të dytë nuk do të ketë, qofse mund ta them. Por si prindër si jeni? Të rrept, jeni, me dhe kërkoni disiplinë, apo jeni të butë si prindër? Jeni tolerant? Ku duhet me qenë tolerant jemi si çdo prind tjetër, në qoftë Amerikë, qoftë këtu. Me thënë, varësisht prej periudhës kohore ku jetojmë dhe si jetojmë, kushteve në vendin që jetojmë, pastaj një familje nëse s'ka disiplinë nuk është edhe familje. Po, absolutisht. Edhe nuk jemi duhet të di dhe të lëshoj edhe të tërheqi atëherë kur duhet, dhe kjo është sekreti në vend të huaj gjithmonë doruash edhe atë, sepse nuk është prap disiplina mbetet disiplinë, çfarë do lloj vendi ku ti jeton, disiplina duhet në familje. Mendoj që ka dhe sukses. Vetë amerikanët kanë ruajnë familjet vërtet amerikane, ku janë të thjeshta, si zakonisht që bëjnë jetën, kanë kërkesën e llogarisë edhe të gjitha dhe disiplinën, edukatën. Nuk janë të çthurur, mendoj unë. Të rikthehemi përsëri tek karriera juaj, tek arti juaj. Një pyetje parë se t'ju pyes për të ardhmen, sepse do doja që të dinim se çdo të ndodhë më vonë pjesëmarrjet e Merita Lilit dhe Raif Husenit me orkestrën, por në raport me artistët e tjerë, Merita, me artistët e tjerë shqiptarë, që kanë dhe ata shumë vite në Amerikë, që punojnë, sa me fate dhe sa ndjet Merita që ka bërë në raport me artistët e tjerë shqiptarë, së bashku me Raifin? Artistët shqiptarë, kudo që shkojnë, mundohen të shfaqen vlerat e tyre dhe bëjnë këtë punë me shumë pasion, me shpirt dhe me vështirësi, kuptohet, dhe është për të vlerësuar. Sepse vërtet këndojnë me orë të tëra. Unë po flasë në Amerikë, nuk e di se si shkon në Europë, po dua të them që shumica e rasteve në Evropë po zhvillojnë këndimin me CD. Kurse aty këndohet çdo gjë live? Çdo gjë live, dhe unë do t'i vlerësoja këto artistë që në Amerikë këndojnë live me orë të tëra dhe vërtet lodhen, është e lodhshme, dhe mund t'jetë aktiviteti 2 ditë që zjatë, mund zjasi dhe në mëngjes dhe në darkë, dhe për këto i vlerësojnë. Ndërsa si vlerësim artistikisht, unë e thash edhe më parë që ende vetën shumë krenare që kemi deportuar dhe në aktivitete botërore, kjo do thosha që unë nuk quaj për vete si këngëtare konkurencën midis artistëve shqiptarë. Në këtë rast mund them që kam dëshirë kur marrë pjesë në festivale botërore, sepse po konkuroj
denjësisht. Dhe po përfaqësoj vendin tim me artistë të tjerë botëror që janë zgjedhur dhe përzgjedhur në këtë festival. Çdo të ndodh më vonë me aktivitetet tuaja? Sa aktivitete më parë ku po bisedonim ishin shumë? Në fakt, në pikës pari, shfrytëzoj rastin, t'ju falenderoj edhe juve për ftesën që na batë. Ishte kënaqësi, për ne ishte një nder i vërtet. Televizionit ta. Neve do vim prapë, sepse po na prit një mirë, na prit një shumë mirë. Dhe aktivitetet tona, unë gjithmonë e kam thënë dhe prapë po e them, suksesi ynë është suksesi çdo shqiptari. E vërtet. Dhe suksesi çdo shqiptari është suksesi ynë gjithashtu, Aktivitetet tona, aktiviteti parë do jetë me 5 qershor, do mahet 40 vjetori formimit të qendrës për muzikë dhe vallën në Manhattan. Është orkestra e David Oppenwell, muzikë kubaneze, dhe është e famshmja indiane DJ Reka dhe Merita bashkë me me orkestrën. Pastaj, për herë të parë, do paraqitemi me datën 18 në Washington DC, në Kennedy Center, që është një ndër qendrat më të mëdha në Washington, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa me datën 19 është për herë të parë, prapë do paraqitemi në Kongresin Amerikan, që do kemi një koncert live, në librarinë e Kongresit Amerikan në Washington DC. Mos harroj të ashtoj edhe një aktivitet tjetër që me datën 12 korrik bëhet festivali Fizharmonikave të New Yorkut, që është në Manhattan, në parkun e famshëm në Manhattan. Unë do përfaqësoj muzikën shqiptare, në festival ndërkombëtar, dhe Fizharmonikën shqiptare, kosovare, quje si dushte. Shqiptari me të gjithë, nuk mund ndajmë tashmë Shqipëri të sot, se jemi të gjithë për arsye të ndryshme që gjithë e dime. Absolutisht, ke shumë të drejtë. Me thanë, këto do jetë një muj paka shumë i ngjeshur, përveç se atyne prorotimeve që na kanë bë bashkëdhetar tonë për gëzimet e tyre familjare. Me sa shoh, biseda ka rrjedhur, kemi mbritur në fund të emisionit. Unë nuk mund të shpreh veç se shumë kënaqësi dhe shumë falënderime që na nderuat me prezencën tuaj në studio. Natyrisht ju uroj një jetë sa më të gjatë, mbi të gjitha shëndet, sepse është më i rëndësishmi, dhe më pas jetë të gjatë në skenë dhe natyrisht një jetë të lumtur së bashku me 3 vajzat tuaja. Në fund e kemi zgjedhur një këngë titullohet Dua më shumë Shqipërinë, jo më kot e kemi zgjedhur, bëhet fjalë pikërisht për një kolazh me shumë artistë, ku bën pjesë edhe Merita. Edhe njerë faleminderit dhe shpresoj që të na jepni fjalën që në momentin më të parë që do të mbrini përsëri në Shqipëri, do të jeni përsëri në Venus. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit. Dua më shumë Shqipërinë.